Unë mendoj që përgjegjësia politike vije në bazë të grupeve politike dhe normalisht edhe në bazë të numrave që i kemi në kuvendin e Kosovës. Ashtu vije edhe përgjegjësia politike. Pra përgjegjësinë kryesore politike në këtë sagë, të themi kështu politike, e ka lëvizja vetëvendosja. E pastaj me radhë. Edhe ne kemi përgjegjësinë tonë politike gjithsesi. Ne po japim kontributin tonë, jemi vazhdimisht në vendin tonë të punës, aty për ku na ka dhënë besimin qytetari i Kosovës, dhe votojmë në bazë të bindjeve tona politike. E normalisht që bindjet tona politike i përkasin edhe grupit tonë politik. Shiqoni, ju lutem, një gjë duhet me theksu. Deputetet e kuvendit Kosovës nuk janë deputet pavarën atë. Ne jemi deputet të zgjedhur të një grupi politik. Unë jam deputet të cilët zgjedhur me lista të hapura, me që tha zotri Zogaj. E qartë, por jo të pavarën. Mirë, po, për njerëzit votojnë për emrin dhe mbjemrin. Në rregull është, ata kanë votuar për Alban Zogaj, por kanë votuar për Alban Zogaj në lidhjen demokratike të Kosovës. E lidhja demokratike e Kosovës e ka një hierarki politike. Ka një kryetare, ka nënkryetare, ka kryesin, këshillin e përgjithshëm politik. Por kanë vullnet të lirë, megjithatë, sipas kushtetutës, kanë vullnet të lirë brenda kuvendit të Kosovës. Dhe ai vullnet i lirë i deputetëve të Kosovës, e sidomos në lidhjen demokratike të Kosovës, shprehet lirshëm në organet tona të brendshme. Dhe ne atje votojmë pastaj për qëndrimin ton politik. Këto qëndrime politike, të cilat edhe unë sot i prezantoj këtu para jush, janë qëndrime politike që janë votuar në organet e LDK-s. Pra unë nuk kam marrë këtu edhe me dhonë qëndrime të mijat personale. Po, është qartë. Unë jap qëndrimet e LDK-s sot, të cilat janë votuar. Dhe për këtë jap edhe përgjigje, jap edhe përgjegjësi dhe përfaqësoj lidhjen demokratike të Kosovës. Dhe ngjajshëm po bëjnë edhe deputetët tjerë, ju lutem. Po. Dhe mos kujtoni që nuk ka pas tentativa që ndonjë deputet edhe me shkput nga ky grupizim, si të themi kështu. Tentativa shumë të pasinqerta. I LDK-s, nga grupi i LDK-s. Edhe nga grupi i LDK-s ndër tjera. Por unë duke e ditë situatën me LDK-n, kam supozimet e mia dhe dyshoj që ka pas edhe në grupe tjera. Dhe këto janë tentativa shumë të pasinqerta, për mos përdor ndonjë term tjetër. Por edhe grupi i LDK-s, po edhe grupe tjera, po shihet që janë, si me thonë, janë unike, po qëndrojnë bashk, edhe jemi në qëndrimet tona politike. LDK ka qëndrim qartë politik, nuk hyjmë në qeverisje me lëvizjen vetëvendosje. Por e kemi dhënë një alternativë. Dhe kemi thonë, situata politike në Kosovë është e tillë që nuk ofron shumicë në asnjërin anë, dhe me qenë se nuk kemi shumicë në asnjërin anë, ta krijojmë një qeveri gjithë përfshirëse afashkurtër, që e dërgon vendin, që i jep legjitimitet institucioneve dhe e dërgon vendin deri tek zgjedhja e presidentit. E fundit ishte zonja Gërvalla e mbrëm që tha se në pozitën që është LDK-ja që ka dalë nga zgjedhjet nuk është as morale as politike të bëj propozime fare. Propozim, kjo është qesharake, ju lutem, propozime mund t'jap çdo parti politike. Edhe ato që janë në kuvendin e Kosovës, edhe të tjera jashtë kuvendit të Kosovës. Pra propozimet edhe idetë në këtë vend të lirë nuk mundet me i ndalë askush. Dhe për më tepër, në fakt, e kundërta duhet me ndodhë. Ne po i ftojmë të gjithë. Ju lutem, jep një propozime. Hajde ta ndëgjojmë një ide të re qysh dilet nga kjo situatë. E kjo është e vetëvendosja, ju ftoj në koalicion vetëm juve. Na ftoj në koalicion, është e vërtet. Ajo ka qenë ftesa e vetme zyrtare që ka ndodhur në Kosovë prej zgjedhjeve. E vetmja ftesë zyrtare është bërë ndaj LDK-s. Ne e kemi dhënë përgjigjen tonë, duke jashtu edhe një propozim të ri. Ai propozim është refuzuar deri tash sa e kemi pa ne, pra nuk tentohet as me ul në diskutime, refuzohet per se, dhe kjo çon në ngërç politik, askund